Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek fetavat e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Kemi arritur te kaptina e itikafit. Si pik e 568 thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, kush zotohet se do të bëj itikaf në ndonjë xhami përpos 3 xhamive, Qabës, xhamis pejgamberit dhe xhamis Aksa, duhet ta zgjedh ndonjë xhami e cila është e vjetër dhe ka më shumë xhamat. Do të thonë është e pëlqyeshme që me gjetë një xhami që ka shumë xhamat, edhe normalisht që falet xhumoja, që falet namazet. Po. Nuk lejohet të merret rrugë për të vizituar tyrbet, varret, xhamit përpos në 3 xhami. Kemi hadith pejgamberit alayhis salam që thot Muhamedi alayhis salam nuk lejohet me marrë udhtim përveç se në 3 xhamia. Më thonë, këto 3 xhamia që i potencum Qabën, xhamin e pejgamberit alayhis salam edhe xhamin Aksa. Më thonë, gjithë këto udhtimet që bëhen për varë, po qoftë edhe për një xhami, apo me pas për qëllim, nuk lejohet me marrë udhtim. Më thonë, nuk lejohet me marrë udhtim përveç se në këto 3 xhamia. Nëse me heshtjen e njeriut lihet një detyrim, nëse një njeri hesht edhe lihet një wajib, atër kjo i heshtje është haram. Kjo heshtje është ndaluar. Duhet me fol, do të thonë, nëse është një detyrim që duhet me hek, atëherë ti ke obligim me fol. Gjithashtu edhe nëse adhuron Allahun me heshtje nga fjalë të pëlqyera. Por heshtja është detyrim nëse në të ardhmen flet fjalë të këqija. Nëse ti e sheh vetin që mush me bë dëm, apo e fol një fjalë shumë më të keqe se sa që është prezant, atë normalisht me hesht është detyrim. Duhet të përmbahet nga fjalët e tepërta të cilat nuk i kanë hije, do të thonë muslimanit. Pastaj thot, ecja në për vende për qëllime adhurimi pa qëllim të ligjshëm në sheriat është e ndaluar. Imam Ahmedi rahimahullahu taala ka thonë, turizmi nuk ka pjesë në islam. Nuk është vepër e pejgamberëve dhe njerëzve të mirë. Turizmi më dhënë ka pas për qëllim të Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allah e di mas miri, ai asketizmi e ndacakt, mu izolu, apo nga shoqëria, me shku në një vend caktuar, më thonë me pasi një lloj ibadeti, këtë e ka ndalu pejgamberi, dhe më thonë këtë e ka ndalu Sheikhul Islam Ibn Taymija. Mirë po, me shku për shembull për rekreacion, apo ku e dione, për shembull mi vizitu ato vendet që shka thonë Allah në Kur'an, apo që shikni vendet e bukra, apo vizitoni vendet, atëherë lejohet. Pastaj thot, kemi kaptinën e haxhit. Duhet thot të respektohen prindërit përveç mëkateve të tyre. Edhe nëse prindërit janë fasik, edhe nëse prindërit janë gjunaqtar, ti në aspektin e dunjos duhet mi respektu. Kjo është thënia e Imam Ahmedit, ata respektohen në çështje të cilat ju bëjnë dobi dhe ai nuk ka dëm. Nëse të urdhërojnë për të keqe, normalisht që nuk dëgjohet, nuk ka bindje krijesës, në krahasim, domethënë kundërshtim të krijuesit. Është haram respektimi prindërve në gjuna, në mëkat. Nëse të urdhërojnë mëkat, ti nuk e dëgjon, mirë, po normalisht sillesh mirë. Pikërisht për këtë nuk i takon prindërve ta ndalojnë fëmijën e tyre nga haxhi. Ka prindër jo mos shko të përzdihen, e ku e dione, por mirë është që ti pyes dhe t'ua knaq shpirtin atyre. Më dhënë mi marrë me të mirë me një aspekt. Nëse nuk e lejojnë këmgullin, shkon hax edhe pa leje. Më thonë shkon hax edhe pa lejen e prindit. Nuk i lejohet burrit ta ndaloj bashkëshortën e tij nga haxhi, nëse gjatë rrugës e shoqëron mahremi. Ti mundesh me ndalu, mi thonë që s'ki me kanë me shku. Mirë po nëse vllai vet shkan, edhe thot pe marr motrën, gruan tënde, atë në këtë rast nuk lejohet mi thonë, jo, nuk lejohet me ndalu, sepse është fars, nuk është nafile, më konë nafile diçka, atër është diçka tjetër. Grua si lejohet thot të shkoj edhe nëse nuk merr leje nga burri, madje disa dietarë bëjnë detyrim burrit t'i jap asaj të holla për në rrugë. Para mëno pse se është farzi i Allahut. Kur janë puna farzit të Allahut, ti se pyet burrin për namaz, se pyet burrin për mbulesë. Apo janë sene që janë të prera, janë vjet kuqe. Haxhi është detyrimi më njëhershëm te shumica e dietarëve. Normalisht në momentin kur bëhen parat, apo banorët e Mekës nuk duhet të bëjnë umre, thot. Ati që është bërë detyrim shkuarja në haxh dhe ka lënë pas vetes pasuri, haxhin për këtë e kryen ndonjëri. Tregtia në haxh nuk është ndaluar, thot. Mirë, po nuk duhet ta angazhoj nga haxhi.
normalisht gjatë pjesës së ritualeve nuk bën ti tregti. Ai i cili merr një rrugë në të cilën ekziston mundësia për rrezik vdekjeje, duhet të ndalet nga kjo rrugë. Nëse nuk ndalet, kundër vetes së tij ka të keqen dhe nuk është dëshmor. Është që është luftë. Për shembull, mos me pas aeroplana, edhe me shkuti luftë, edhe me shkuti me autobus, rrugëve për shembull të Sirisë kur ka qenë lufta apo ku e diune, edhe me rreziku veten. Jo, nuk lejohet. Nuk lejohet. Në kësi raste, nëse të vrasin gjatë rrugës, nuk je shehit. Umreja është sunet të shehu. Lejohet marrja e rojtarëve për në haxh nëse ka nevojë. Sipas Ibn Taymiyes, femrës i lejohet të udhëtoj pa mahrem në haxh nëse ka shoqëri besnike. Ka transmetim tjetër se ka thënë nuk lejohet të udhëtoj vetëm se me burrin e saj apo ndonjë mahrem. Domethënë këtu kemi dy fetava. Ajo që është e vërteta është se pejgamberi sa kanë ndaluar që femra me udhëtu 3 ditë e 3 natë vetëm, 2 ditë, 2 natë, 1 ditë, 1 natë edhe me një transmetim thuhet vetëm udhëtim. Sa do që është, vetëm udhëtim nëse është disa orë, nëse është udhëtim e merr hukmin e udhëtarës, atëherë nuk lejohet femra të shkoj përkundër asaj që e ka shoqërinë besnike. Se disa kanë dhënë fetva apo që thotë nëse është e sigurt, sidomos sot me aeroplana, është një grumbull i madh i grave, nuk ka rrezik, është siguri, disa e kanë lejuar, po mirë, po nuk kanë argument për këtë gjë. Lejohet që gruaja ta bëj haxhin në vend të burrit, ndërsa burri për gruan lejohet me pajtimin e të gjithëve. Pastaj thotë gjithashtu therrja kurban për fëmijën apo vetëm kurban është më mirë se të jepet lëmosh sa vlera e kurbanit. Ihrami, ajo që vishet apo ajo si më thon pelerina e bardhë apo çfarë më thon, bëhet me niyet të haxhit së bashku me telbien. Lebejk Allahumma lebejk, apo me sjelljen e kurbanit me vete. Ky është mendimi i Ebu Hanifes dhe transmetimi nga Imam Ahmeti rahmetullahi alej. Ihramin e bën pas namazit farz apo vullnetar, sepse ihrami nuk ka namaz të veçantë. Më thonë nuk ka namaz të veçantë, që është kusht, më thonë apo nuk ka. Është e pëlqyer që muhrim quhet ai personi që e vesh ihramin, të kushtëzoj të thot gjatë niyetit, nëse më pengon dikush, nëse friksohet se do të ndodh ndonjë pengesë mes tij dhe Mekës, nëse nuk ka frikë, nuk është e pëlqyer thot. Lloji kiran i haxhit, se ekzistojnë 3 lloje të haxhit, është më i mirë nëse sjell me vete kurbanin. Po na që shkojmë prej Kosovës e kemi pak vështirë me marr kurbanin, atëherë normalisht e marrim haxhin temettu, që është më i lehtë apo. Haxhi i pejgamberit, nëse nuk ka ndonjë umre para muajve të haxhit, thot atëherë është më i mirë që të bëj llojin temettu. Nëse bën umrën dhe haxhin në 2 herë të ndryshme apo bën umrën para muajve të haxhit, lloji i ifradit është më i mirë, me pajtimin e 4 imamve. Haxhi pejgamberit alayhi salam ishte haxhi kiran. Nëse bën ihramin për haxh, pastaj do të fus në të umrën, sepse haxhin kur ta bëni vllazni, është edhe umre amrana aty, bashk, haxh e umre bashk janë. Nuk lejohet thot, ndërsa e kundërta lejohet me pajtimin e të gjithëve. Lejohet thot që gruaja ta mbuloj fytyrën me diç përveç nikabit, perçës. Më thon që ka në hadithet pejgamberit alayhi salam që duhet mi hek do thot dorzat edhe perçën, do më thon komplet ajo që mbulot fytyra e gruas. Nëse kalon Medinën për të shkuar në mikatin Gjuhfe, ihrami nuk duhet ta bëj në Dhul Hulejfe. Kemi disa mikate siç e dini, varësisht nga rajonet se ka vin për me kry umrën apo haxhin. Lejohet largimi i flokëve nga pjesa ku bëhet hijame. Lejohet mbytja e morrave, mushkonjave nëse të kafshojnë. E nëse nuk kafshojnë, nuk lejohet mbytja e tyre, sepse po të bëjnë zullum. Kur të bëjnë zullum, normalisht që duhet me i mbyt. Nuk lejohet thot mbytja bledhve përpos nëse detyrohesh. Ata të bëjnë zullum. Është sunet thot të drejtohesh ka gurri i zi
pas çdo rrethimi në tavaf. Na e dim që tavafi bëhet 7 herë, apo. Edhe është mirë me shku me puth, apo. Po nëse s'ka mundësi, apo me prek, nëse s'ka mundësi atëre ngrit dorën, drejtohesh ka guri i zi dhe thu Bismillah, Allahu Akbar. Pastaj është sunnet, thot, leximi i Kur'anit në tavaf por pas z. Më thonë por pas z. Nuk është e ligjshme, thot, puthja e as prekja e mekamu Ibrahimit. Aty para qabës është mekamu Ibrahimit, që duhet me pas tavafit, duhet mi fal 2 rekate në drejtim të mekamu Ibrahimit. Qëndrimi mbi kodrën rahme në Arafat nuk është e ligjshme. Kryerja e haxhit në këmbë apo në mjet transportues është me vlerë, kjo është sipas njeriut, apo. Të qëndruarit, thot, të qëndruarit në këmbë në Arafat është më mirë se të ulurit. Mutemetiut, haxhiu që kryen haxhin temetu, i mjafton një saj mes Safas dhe Merwes. Muhrimit i lejohet, muhrimit ai i cili e vesh ihramin, apo, i lejohet çdo send, madje edhe kurorëzimi, më thonë me bëni qa, për pos marrëdhënieve me gruan. Më thonë, marrëdhënia me gruan nuk lejohet, e dini, kjo është sepse e prish haxhin. Të gjithë dietarët janë të pajtimit se nuk lejohet bëhet tavaf askund tjetër përveç Qabës. Fatkeqësisht ne i shohim disa njerëz të cilët bëjnë tavafën e përvarre të ndryshme të evlijave, qoftë sufit, qoftë shiat apo rafidit e ndryshëm, me gjitha grupet e tyre. Është e papëlqyer të dilet nga Mekka në vendin më të afërt për të bërë umre. Madje përmend se kjo është bidat. Është e pëlqyer, thot, të merret abdest për tavaf. Është e pëlqyer, nuk është obligative. Është e pëlqyer të merret abdest për tavaf. Pastaj, thot, ai i cili ka pengesë në kryerjen e haxhit, smundja apo i harxhon hollat, s'ka parë, është si ai që pengohet nga armiku. Duhet të pres një kurban dhe nuk duhet të përsëris kryerjen e haxhit përsëri nëse është vullnetar, është fjala. Nëse është vullnetar. Tash e kemi kaptinën e kurbanit, edhe po e përfundojmë me lejen e Allahut subhanehu ve teala. Lejohet të pritet dash apo dele më të vogël se 1 vit para namazit të Bajramit, nëse nuk ka ditur dispozitën dhe nuk ka tjetër. Pikë tjetër, shpërblimi i kurbanit tek Allahu është sipas çmimit të kurbanit. Sa më i madh që është kurbani dhe kushton më shtrejt, normalisht kish problem më të madh. Lejohet prerja e kurbanit të cilit i kanë rënë disa dhëm, thot. Disa dhëm lejohet. Thot, nuk është prej të pëlqyerave, thot, të merret lesh prej therrjes, apo lloj shpërblimi, apo që i japin tek ne, për shembull edhe lëkurën që i japin kasapit në vlerë të paras, apo edhe ai është i kënaqur me një aspekt, apo se merrte njëri, ato i shet edhe përfiton. Mirë, por nuk lejo, duhet me ia dhon hakun kështu në dorë. Kur ta therr duhet thënë Allahumma taqabbal minni kama waqabalta min Ibrahim khalilak. Thot, prerja e kurbanit po ashtu për të vdekurin është më mirë se të japësh lëmosh të holla për të, si lloj sadaka, apo që të shkojnë sevapet edhe të vdekurit. Dita e fundit e prerjes së kurbanit është ditët e fundit e teshrikut, ditët e qëndrimit në Mina që janë ato, apo. Ndalesa përkatësisht me rezervimin e mishit të kurbanit nuk është deroguar, nuk është anuluar, do më thonë si dispozit, por veprohet me të në kohë urije. Më thonë, kurbanin, qka mundesh me marë edhe me rezervu, apo e pastaj me hongër, nuk ka asnjë problem. Kush nuk ka për të thirrur kurban, merr borxh nëse mundet t'i kthej. Nëse din vetin, për momentin qëllonin sa në halli njeriu, punon këtë muj, mi po si del rroga për me prej një kurban. Lejohet, thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, nëse din që mujin tjetër ta merr rrogën edhe ka mundësi me kthy borxhin, lejohet me marr borxh, nuk ka asnjë problem. Pastaj thot, lejohet që gruaja të pres kurban për familjen me të hollat e burrit pa lejen e tij. Ka plot burra që në koprac edhe nuk prejnë kurban,
atër lejohet pa lejen e burrit me marr gruaja. Në do siç kanë ulemaja, siç kanë thënë për shembull, lejohet me i marr pa lejen e tij, mi ashti durt në xhep të jaknës, të cetrës apo të kuletës, mi marr para pa lejen e tij, nëse e sheh që burri nuk po i kryen obligimet apo përgjegjësitë që i ka karshi gruas. Gruaja ka nevojë me ble diçka për shtëpi, për çështjet private të saj, dhe burri nuk i jep. Është kooperaci i madh, lejohet me marr gruaja atë sa ka nevojë, apo atë sa ka nevojë që mos të bëhet e tepërt, apo edhe në këtë rast lejohet me marr domethënë me pre kurban për familjen me të hollat e burrit pa lejen e tij, sepse kjo është prej detyrimit të burrit realisht, që të kujdeset, thot, çka që të kujdeset me më të mirën për të. Gjithashtu, thot, i lejohet borxhliut të pres kurban nëse nuk i kërkohet borxhi nga ana e të zotit të borxhit. Për shembull, i ka parat, po çato para i ka borxh. Po e zonë dhe të fundit i ka çato. Ose m'ia dhon borxhin, m'ia kthy borxhin, dhe në këtë rast nuk e prin kurbanin. Mirë po çka, nëse nuk i kërkohet borxhi apo ja shtyn vadën që themi tek ne, nuk ka asnjë problem, domethënë me pre kurbanin deri në takimin e radhës me kaptinën e shitblerjes, pastaj kaptina e kamatës, blerja sipas porosisë, kaptina e pengut, kaptina e marrëveshjeve e kështu me radhë. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.